kam bërë një chemical peeling që i thonë. Është dita e parë sot, kam bërë 24 orë, edhe ajo që dua të tregoj është që do ta shpërndaj këtë video edhe në ditët e tjera në vazhdim, si të shkojë e gjitha, sepse chemical peeling ka këtë, se dia e keni parë, po të hiqet kjo lëkura e fytyrës e gjitha, përveç pjesës së syve, edhe të më thënë të gjithë lëkura që është e akumuluar, e vjetër, me të gjitha njollat e diellit që janë krijuar, ndihmon për këto rrudhat e vogla të imta që janë, dhe ato largohen bashkë me lëkurën, dhe e nxjerr lëkurën tjetër me një shkëlqim që e kam e kam larë fytyrën, kam përdorur këtë kremin e diellit me patjetër duhet ta përdorni. Përpara se të vini kremin e diellit, kam bërë një larje shumë të lehtë me këtë vajin, edhe post peeling është shishja tjetër që e vendos, dhe më pas kam vendosur kremin e diellit. Duhet të bëni shumë kujdes në këto ditë, domethënë sepse lëkura mund të filloj, po fillon dhe bie nga dita e tretë, që kështu unë jam përgatitur. Sot e kam nuk di si ta shpjegoj tani, por po ta shikoni është shumë e shkëlqyeshme, dhe njëkohësisht unë e ndjej që është pak si ngrirë lëkura, pra bëhet gati për të rënë. Dhe çfarë disha thosha tjetër, tani kjo është vetëm dita e parë, do shohim ditën e 2, të 3, të 4, edhe si do vazhdoj më tej. Unë trajnimin e kam bërë tek Denisa, besoj se ua kam treguar edhe në videot e tjera që të gjitha trajtimet për fytyrën i kam bërë atje, dhe do vazhdoj t'i bëj atje. Është shumë e mirë qoftë për çmimet, ajo ndodhet në Philadelphia, në pjesën e Northeastit, që kështu e keni në Instagram, kam shpërndar edhe se sa e mirë është chemical peeling. Unë nuk e kam bërë asnjëherë, edhe sot, por jam shumë excited të shikoj se si do bëja. Kjo pjesa këtu për shembull, është, shikoj si mblidhet shumë tani, është si e ngrirë, sikur të ngrihen ajo e verdhë e vezës, po është e lehtë fare, nuk është se është shqetësuese. Por kur fillon lëkura që të bjerë, nuk duhet ta tërheqësh edhe ta prekësh. Atë jam shumë kurioze ta shikoj se si do ta menaxhoj. Nuk kam dalë në diell, edhe pse kam vënë krem dielli, mira është që ta vesh gjithë ditën, qoftë je brenda, del pak përjashta. Duhet të rrini larg diellit sa më shumë, sepse është shumë sensitive lëkura.